Ky emision mundësohet nga Sezon Dekor. Krahas vlerave artistike, kjo tablo është dhe një dëshmi historike në lidhje me ujësjellsin e gurtë të kalasë së Gjirokastrës. Dëshmitë historike, në lidhje me ekzistencën e pjesëve të veçanta të këtij ujësjellsi, i gjem deri në fillim të viteve 30 të shekullit të kaluar. Nga ujësjellsi dikurshëm, i ndërtuar i gjithë me ura dhe harqe të gurta, ka ngelur një ure gurt në pjesën e sipërme të lagjes Dunavat, si dhe disa fragmente muresh dhe harqesh në zona të ndryshme të pjesës veriore të kalasë. Por kalaja brenda është një mister më vete. Sa herë shkoj, zbuloj një gjë të re. Këtu ndodhem në pjesën veriore të kalasë së Gjirokastrës. Kjo pjesë është hapur tani, edhe unë po shkoj në një vend kulti, është një teqe, nuk e kam ditur kur edhe pse jam vajzë gjirokastrite. Tani është hapur dhe ndoshta edhe për vizitorët. Sot është e mbyllur, por unë do afrohem pranë edhe do shikoj se sa e vjetër është edhe për çfarë ka shërbyer. Është dylbeja e baba sultanit dhe baba kaplanit. Është e mbyllur, por është vend i shenjtë. Me sa kuptova dhe mora vesh, banorët e Gjirokastës, sidomos të zonës Manala Dunavat, në kohën e monizmit janë futur fshehurazi edhe kanë ardhur kanë ndezur nga një qiri apo kanë marrë një gjethe dafine. Ndërkohë do futem pak brenda për të parë dhe për të zbuluar misteret të tjera të kalasë së Gjirokastrës. Ecja dhe shikoja ato mure gjigante, që kishin aq shumë histori për brenda, e gjendur në mes të asaj kalaje, aq shumë të vizitueshme nga turistë të huaj e vendas, ndjeja një krenari të pashoq përpara artësit tanë, dhe kjo gjë më mbushte shpirtin. Këtu poshtë janë shkallët të cilat të çojnë në një furrë e cila ka pjekur bukë. Në kohën që kalaja, pra gjatë periudhës së Alipash Tepelenës, banohej, kjo furrë punonte pa ndërprerje për të ushqyer me bukë të gjithë ushtarë dhe njerëzit që jetonin brenda kalasë. Është shumë interesante sepse është restauruar edhe ka dhe dritat poshtë të cilat të çojnë tek furra. Por, si që thash, misteret e kalasë do t'i tregojmë një herë tjetër. Si që thash në fillim, në këtë qytet, futesh në një realitet tjetër. Dhe unë, po ashtu po përjetoja, historinë, e më dukej se në rrugicat e kthinat e kalasë, shikoja Alipashën me Bajronin, si dy kalimtar të qetë. Kjo është magjia e kalasë, sepse të bën të udhëtosh në histori. Aty rastësisht takuam dy vizitorë që ishin çift.
Djali ishte shqiptar nga Saranda, kurse vajza ishte nga Argentina. Jetonin të dy në Londër dhe ndodheshin për vizitë në Gjirokastër. Kur e pyeta vajzën se a i pëlqente Gjirokastra, më tha se ishte e mahnitur. Kalaja e Gjirokastrës është shumë e madhe dhe ndoshta do të duhet një emision tjetër të merremi vetëm me të, por sot nuk mundet të ri pa ndaluar tek sahati i famshëm i saj, i cili mban një mister për brenda. Këtu sërish më shfaqej Alipash Tepelena, i cili në vitin 1811 shtoi shumë element në kala, duke përfshirë edhe kullën e sahatit. Ajo dominon pjesën lindore të fundme të kalas dhe ka një lartësi prej 30 metra. Sahati dhe kulla e sahatit është një element jo vetëm e gjithë kësaj ndërtese e cila është krenaria e qytetit, por është edhe një element i veçantë i trashëgimisë kulturore. Në luftën e parë botërore, sipas arkitektëve, ajo u dëmtua, ndërsa ora u mor nga grekët. Në vitin 1913, është marrë sahati Gjirokastrës së bashku me kambanën dhe është çuar në Greqi dhe është vendosur në Janin. Ajo që do t'ju tregoj tani është mjaft interesante dhe nuk e di nëse e dini apo jo. Ishte viti 1971, kur kulla do të ringrihej. Në atë kohë, arkitekti Agron Doraci kryesonte grupin që për një javë do të merrej me ngritjen provizore të saj. Ora erdhi nga Shkodra, bashkë me këmbanoren. Këmbana e vendosur për të njoftuar orën në kalan e Gjirokastrës ishte aq e fuqishme, sa ka mbetur si legjendë në popull dhe thuaj se dëgjohej deri në Janin. Imagjinoni sa bukur tingulli shkodran dëgjohej deri në Janin, për të përcjellë aty dashurinë e madhe për vendin. Fatkeqësisht kulla e orës së kalas ka mbetur në kohë diku rreth viteve 1990. Fatmirësisht, mbas një restaurimi të viteve të fundit, sahati më në fund, mbas 20 vjetësh, filloi të punonte. Nga ana e jashtme, kulla e sahatit ofron një pamje madhështore. Kulla është punuar me gur, të skuadruar, të dimensioneve të vogla, të vendosur në rreshta paralel, duke thyer kështu ashpërsinë e saj arkitektonike. Këtu jemi tek kulla e sahatit të kalas së Gjirokastrës. Siç e shikoni mbrapa meje është një rreth me një kryq brenda dhe një gur në mes. Unë do pyes Elonën, e cila do na tregoj se çfarë simbolizon e gjitha kjo. Deshin rituale. Rituale. Rituale kur fejonin, martoheshin dhe kjo që e pjesë e gjë veçantë për atë ditë. I përket epokës kristiane, periudhës osmane, epokës pagane, kemi ndonjë çfarë thonë historianët? Pas historisë kjo nuk ka përcaktuar. Nuk ka përcaktuar përcaktuar saktësisht se cilës periudhë i përkasi. Por
Nga arkeologët është zbuluar që kjo është për pjesë Është bërë për ka qenë për rituale. Për rituale. E kuptoj. Ka qenë që kjo ka pas qenë funksion Po, një kishë. po, shumë interesante. Unë do hy pak brenda. Ta shoh, është një shkëmb në qendër. Edhe po të më ndihmoj dhe Rildi me kamera, edhe ka një vrim në mes. Por e veçanta te kjo kullë është se poshtë saj qëndron një kishë. Këtu ndodhemi në pjesën jugore të Kalas, tek porta jugore e saj. Vendi që unë ndodhem ka qenë kishë. Gjatë periudhës komunizmit ajo është prishur, por forma e saj dhe kupola dhe gjithçka të jep përshtypjen e një kishe. Ndërkohë që ka disa, le të themi, dritare që duket gjithë qyteti dhe pamja është e mrekullueshme. Largohem nga kalaja dhe përbris saj shikoj artizan të shumë që reklamojnë punimet e tyre. Gjirokastër për traditë dhe brenda është kaqejme. Dhe të gjithë artizanet rreth Gjirokastës. Jam edhe unë për punë e dorës edhe për gjem e marmalat ose ta flas. Ku banonin marmalat sipër? Në Dunavat jam. Dunavat. Babai im ishte marmalat vëllezrit e mi janë atje tani. Si u quajnë juve? Dhe kujt familje? Unë jam vajze me Tomuços dhe martuar tek Tasin Kasi në Dunavat. Gjatë, më përpara çfarë profesioni kam qenë pushimere në Çerdhe për 30 vite. Këtu në Dunavat kam. Jam bio. Asnjë nuk ka bio. As prej nuk kanë pemtë mia, sepse atje është lart dhe është Qyteti i Gjirokastës shquhet për artizanët të cilët në shekuj kanë lënë gjurmë mbi qytet në çdo cep të tij, në rrugët me kaldrëmet e bukura, në shtëpitë gjirokastrite të punuara me aq dashuri dhe klasë, në tavanet e veçanta si dhe orënditë e shtëpisë, të cilat vazhdojnë i punojnë si dikur. Përshëndetje. Viktor, si je? Si kalove? Mirë, si ke qenë ti? Çton punët? Mirë, ja, me që Vazhdojmë në të njëjtin vend, duke bërë artin tënd. Je i vetmi besoj në Gjirokastër apo ka dhe të tjerë? Ka dhe të tjerë, kam kolegë, dhe kjo nuk është diçka e rastësishme për Gjirokastër, pasi gjitha artizan që kemi ne sot, janë vazhdimi një ndërmarrje artistike që ka qenë diku para 90-s,
Dhe sot, gjithë ajo sasi e madhe artizanës që ishte atë nuk janë të gjithë, por disa kanë ngelur. Dhe unë mendoj që këta sot, pa dashur t'i bëjmë qefin vetes, janë një vlerë për qytetin, janë një domosdoshmëri për qytetin. Përpara se t'i tregojmë teleshikuesve çfarë mrekullie është t'i bën, unë dua të them se Viktorin e kemi qenë bashkë në gjimnaz në klasë, kështu që e njoh prej vitesh, por nuk e dija asnjëherë që Viktori do të bëhej një mjeshtër i gdhëndjes në dru, dhe me vërtet që je mjeshtër. Çfarë duke bërë këtu? Këtu janë disa zëmra të një krevati për arretimin e bujtinave që po bëhen tash në qytet. Ti vazhdon të bësh gdhëndjen me dru siç është bërë dikur. Po. Nga kush e ke trashëguar të? Ke mësuar gjatë kohës? Si të lindi ky pasion? Po, kjo ishte diçka që ka të bëjë me efemerinë. Nëse ke parasysh këtu ka ekzistuar që është Çikotuja, shtëpia e pionierit. Po. Po. Ne kemi pasur fatin, e quaj fatë madh, kemi pas profesor shumë të mirë. Kam bërë dhe unë atëre pirografi në Pallat Pionierit me dru. Kemi pas disa emra që sot nuk i kemi dhe kemi marrë kaq shumë nga ata, na kanë frymëzuar kaq shumë, na kanë si thua edukuar me atë frymën e jo vetëm thjesht të jemi vizatues apo artistat të vegjël, por na kanë dhënë një kulturë të përgjithshme për pjesën e klasicizmit për shumë periudha, që sot ato janë të pashlyeshme në kujtesën tonë, me por duke qenë në qytetin e Gjirokastrës, është një qytet i cili jo vetëm ne jemi vëndalin, por edhe të huajt i magjeps dhe i tërheq. Atyre, domethënë, unë vazhdova këtë pjesën e grëndjes, i frymëzuar që atëherë, dhe nuk e praktisa asnjëherë. Bravo. Tani, ti si i bën këto? Në fillim i pikturon, i ke modelet e gatshme dhe pastaj i gdhën? Këto bën në vizatim një herë, në letër, po tani, na që është gjithë eksperienca 30 vjeçare, i hedhim vizatimin direkt në dru dhe modelojmë dhe fillojmë me punojmë pastaj. Këtu shikoj që është, le të themi, punishtja jote, shumë interesante, një punishtje artizanale. Modeste, po kjo me shumë zemër dhe me shumë pasion. Kështu që shikoj atje që gjitha ato tavanet e bukura të gdhëndura është dora jote apo jo? Jo vetëm me dora e me, është po ka dhe zejtarë të tjerë, po. Por është një ajo që më ka të rregull tani tek shtëpitë e mëdha Gjirokastrite, janë tavanet dhe unë jam fokusuar te kjo pjesë, janë shumë të. Shikoj këtu që keni një tavan, kjo është shtëpi Gjirokastrite, është marrë? Gjirokastrite, është një tavan i vjetër. Dhe ti e risjell? Dhe kemi bërë përsëri. Përsëri, shumë e bukur. Ne kam më për shumë hotele këtu. Viktor, ti punon vetëm fare këtu? Ke ndonjë ndihmës apo do t'ja trashëgosh këtë zanat? Unë jam me vllajin. Me vllajin. Punoj, jemi bashkë. Dhe vazhdojmë. Si e mendon të ardhmen? E ardhmen gjithmonë e mendojmë shumë të mirë, shumë shpresë. Për të arritur pak më shumë, edhe për pse jo për të mësuar dhe brezit të ri. Kemi shumë vite që themi shikojmë me shpresë, por tani realisht po shikoj që ka ardhur një moment brenda atij fokusit të turizmit kulturor që po zhvillon Gjirokastra, dhe si thua edhe njerëzit banorët, edhe pushteti qendror, pushteti vendor, si thua ka një ndërgjegjësim më të plotë se çfarë do turisti në Gjirokastër dhe çfarë Gjirokastra duhet t'i japë këtyre turistave. Dhe po të vesh të hedhësh një sy në shtëpitë e vjetra Gjirokastrite, ka thesare të pasbuluara. E vërtet. Thesare të pasbuluara në pjesën e etnografisë, duke filluar që nga mënyra e arretimit të odas, ku vijnë që nga kurtinat, që nga veshja popullore, që nga elementet e drurit dekorativ, i shikon kështu manipër dhe thua, kush ka jetuar këtu, çfarë njerëz kanë jetuar në këto shtëpia. Dhe duke sikur janë gjitha njësoj, por në të vërtet ndryshojnë detajet që ato flasin, si në grëndjen e burit, si në grëndjen e drurit, të cilat familjet e mëdha me këto detajet kanë ruajtur një identitet të tyre. Të qytetit. Por nuk është vetëm identiteti i një familje. Ne kemi të bëjmë sot ajo që unë shikoj është identiteti i një qyteti të gjithë. E vërtet. Është vetëm maja e icebergut që duhet të ngacmohet dhe duhet të zbulohet. Prandaj emisioni jonë quhet Identitet. Kështu që unë të falenderoj, të uroj punë të mbarë, sigurisht që unë vi shpesh në Gjirokastër edhe jam e bindur që sa herë që vi do të gjej duke punuar, duke nxjerrë këto thesaret e bukura që bëjmë pjesë në identitetin tonë. Faleminderit. Të falenderoj dhe punë të mbarë. Mirupafshim, gjithë të mira.
Viktori na tregoi për shumë shtëpi gjirokastrite, që janë një pasuri më vete dhe që i përkasin trashëgimisë tonë kulturore. Ky emision mundësohet nga Sezon Dekor.